Thot Zoti në Kur'an, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Sa i erdhi dikujt vdekja, thot sa i jep shpirtin që e marrin engjëjt, thonë Zot më kthe. E pyesin engjëjt, për çfarë do të kthehesh ti në dynja? Për numrin e llogarisë bankës? Jo, thot ai. Po me taku nënë e babë që mund t'i kesh gjallë bashkëshort e fëmijë. Jo, thot s'du me i pa ato. Po vllajin apo motrën, apo suksesin, apo famën, apo postin, çfarë don? Jo, asgjë nga këto. Lali amelu salihan fi ma tarakt. Sa vetëm i gjë duam ktheni, ju lutem shumë se pas kam humbi gjë të madhe. I thonë çfarë është ajo? Çfarë fol? Sure Muminun kjo. Ti boj punë të mira që i kam lënë anash. Ta fal namazin që se kisha fal, ta agjëroj Ramazanin që se kisha fal, ti puth nënë e babë që i kisha lënë anash. Të bëhem një familjar i mirë në familjen time, ti rris ato fëmijë me edukat dhe me të mirë. Ti jap përshëndetjet ngrohtë komshiut, ti jemi mirë në shkollë, ti jemi mirë në punë, ti jemi njëri i këndshëm. Se kjo vleka këtu ke i madhi Zot të tjerët pas kanë qenë pralla që ke i mashtruar njëri tjetrin në dynja. Ka thënë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, khairun nasi man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Tha më i miri njeri, kush është? Ai që e ka jetën e gjatë edhe e mbush me vepra të mira. Prandaj vëlla dhe motër, ky është koncepti gjigant, revolucioni i madh i mendimit islam. Vdiq njëri në kohën e profetit, dëshmor. Ishin 3 shok, vdiq tjetri mbasi viti. I treti që ishte gjallë i pa në ëndër, profeti ishte gjallë. Kur i pa në ëndër, pa që ky që vdiq mbrapa i viti që s'kishte vdek dëshmor, hyri para tjetrit në xhenet. Shkoi e takoi profetin, i thoi dërgumi i Zotit, ky vdiq dëshmor, ka qenë punë mirë. Ky tjetri që vdiq mbasi viti, tha ky hyri para në xhenet. E çfarë ju çudit juve dha? Ky a ka jetu i vit më shumë, tha po. A është fal ky 5 vakte dhe sa sesh dhe mirësi ka bën falje, tha po, i ka boj i vit më shumë. Po agjërimin a e ka bërë, po veprat e mira a i ka bërë, tham po, kjo e ka kaluar te me largësinë si toka me qiellin. Prandaj vëlla dhe motër të begatofti madhi Zot mos huma si ditë. Mos i kalo ditët janë vlerë madhe dita. Për të bërë vepra të mira, minimumi ti falesh të madhit Zot, minimumi ta përmendësh atë. Dhe ajo që do kërkoj më shumë kur të shkojmë. Kaloi njëri dhe e zuri, gjumi para afër një varri, nuk e dinte që ishte varr. Dhe e pa në ëndër shpirtin aty, i tha lëviz pak. Dhe kur lëvizi, po e shifte në ëndër, i tha se ishte varri im. Tha para se të ulçe për të fjetur, tha i fale 2 rekat. Tha po. Ah, Zoti i madh, tha sa po vujmë ne. Ta kishim pas mundësinë për i 2 rekat. Jo i 2 rekat, tha, po se të kishim pas mundësinë me thonë një herë la ilaha illallah. Ato që kanë vdek vujnë për i vepër të vockël, me thonë, shnahum me thonë la ilaha illallah si sekond. O sa dëshirë kemi ne këtu, tha se i dim gjitha gjërat me thonë një herë, astaghfirullah, Zoti im më fal. Jemi shumë tha të mërzitur se kemi më mundësinë, lumë për ju që jeni akoma gjallë, që keni mundësi t'i boni këto vepra. Prandaj nga gjërat që kërkohet vëlla dhe motër i begat që jenë xhami, me shtu veprat e mira sa të kesh mundësi. Dhe i gjë tjetër, nuk ka gjë më të keqe, dramë më të madhe, se sa të gjej duke e dhënë shpirtin me shumë gjinafe. Prandaj thojnë dietarët e Islamit, një nga gjërat e mrekullueshme që kërkohet në Islam që duhet bërë patjetër është që gjithmonë duke i kërkuar falje të madhit Zot, që kur ta japim shpirtin ai na i ket fal gjitha gjinafe të jetës, i kënaq me ne. I madhi Zot, po e them unë xhumana i fal gjitha gjinafe të jetës. Kur t'jemi Zot duke dhënë shpirtin, je i kënaq me ne, na i fal gjitha gjinafe të jetës tonë. Amin ya rabbal alamin.